Të dashur miq të rrjetit social, është mbyllur raundi i parë i aplikimeve dhe regjistrimeve në universitet. Një sukses mu ashtu siç e kemi paraparë me reformën e arsimit, siç e kemi përgatitur me plan zbatimin e reformës për këtë fillim vit akademik, dhe siç e kemi shpjeguar gjatë kësaj periudhe, kur ca për shkak të rrisisë madhe që solli ky ndryshim, dhe ca më shumë fatkeqësisht për shkak politikës që u përfshi për të nxjerrë përfitim nga turbullira shkaktuar prej shkundjes me themel të sistemit vjetër, u krijua një ndjesi frike dhe konfuzioni tek shumë maturantë dhe prindër. Mbyllja e raundit të parë tregon qartë si drita e diellit se pas plot çerek shekulli pa tërdi, në dëm të meritës, transparencës dhe natyrisht të ardhmës së të rinjve dhe të vetë vendit, reforma jonë çel një epokë të re, pikërisht për meritën, transparencën dhe gjeneratën tjetër. U dha më të mirëve të drejtën e mohuar prej 25 vjetësh që tjenë ata që zgjedhin të parët, dhe tjerëve u tham hap, se duhet prisnin që ata që meritojnë të parët të bëjnë zgjedhjet e tyre. Por i garantuam se asnjë që e meriton nuk do të mbetet pa hyrë në universitet. Sot, më të mirët e kanë bërë zgjedhjet e tyre, dhe mu ashtu si që garantuam të gjithë tjerët, jo vetëm nuk i zuan të gjitha vendet, por kanë zënë vetëm 1/4 e tyre. Konkretisht, pas raundit parë janë regjistruar 7.152 maturantë, ndër cilët 5.540 në universitetet publike, ku mbetet lira 19.500 koda të tjera në dispozicion të gjitha tyre që do të hyjnë në raundin e dytë. Pra gjithë frika ishte e parësyeshme, e gjithë zhurma ishte nxitur politikisht dhe i gjithë konfuzioni i krijuar ishte thjesht një moment kalimtar, i cili mund të kishte qenë shumë i lehtë për maturantët dhe për prindërit e tyre, nëse opozita nuk kishte synuar manipulimin e tyre për qëllimet e saj, dhe nëse pjesa më e madhe e mediave, sidomos online, nuk të ishin bërë me ose pa dashje pjesë e këtij manipulimi të ulët. 7.152 maturantë që sot janë zyrtarisht studentë vitit të parë, në degën që kanë zgjedhur me të drejtë dhe merit të plotë, janë dëshmi e gjallë e një ndarje historike me të shkuarën e errët të universitetit. Unë nuk i ndaj në të nënës dhe në të njerëkës ata 5.540 që janë tani më studentë universitetit publik, nga ata që janë studentë universiteteve private, sepse ata janë njësoj. Fëmijët e Shqipërisë dhe jam krenar që me reformën tonë ne kemi garantuar nga një anë konkurrencë, transparencë, merit në hyrjen në universitetet publik, ama nga ana tjetër përgjegjësi publike dhe morale në hyrjen në universitetet private. Që do të thotë se çelur një epokë ku as miku, as partia, as rishfeti nuk dalin dot me meritën në rrugën e arsimit të lartë publik, dhe as paraja nuk e ka përcen dot pragun e ligjit dhe standardet të reja shtetërore në rrugën e arsimit të lartë privat. Të dashur maturantë dhe maturante që ende nuk jeni të regjistruar. Për ju që do të vini më tutje në garë, janë ende 19.500 koda të lira në universitetet publike dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vënë në dispozicionin tuaj një sistem digital, portali i klasifikimit. Ky portal është i disponueshëm për secilin prej jush përmes çdo aparati komunikimi me akses në internet, kompjuter personal apo thjesht telefon celular. Mjafton ID-ja e maturantit për të hyrë në sistem dhe për të parë rezultatet e arritura në raundin e parë, si informacion bazë që të gjithë ju të përllogarisni shanset dhe të shfrytëzoni më së miri mundësitë tuaja për degët ku mund të aplikoni për të regjistruar si fitues të raundit dytë. Në përfundim të raundit dytë, nëpërmjet të njëjtit portali online, ju do të merrni në kohë reale rezultatet e renditjes sipas preferencave që do të përcaktoni në këtë raund. Në përfundim të këtij raundi, procesi përmbyllës i lëvizjes vijës kuqe për gjitha kodat e mbetura do të jetë sinkronizuar në rang kombëtar nga ky sistem inovativ online, pas çdo regjistrimi do të bëhet automatikisht pranë sekretarive të universitetit. Kështu pra, periudha e regjistrimit të këtij raundi do të jetë optimale në kohë dhe do të na krijojë mundësinë e shfrytëzimit të çdo kuote të lirë, por ama bazuar në preferencat e çdo kandidati, duke respektuar rigorozisht meritën e secilit. Bashkëredhimi i procesit online në rang kombëtar për çdo program studimi në çdo universitet publik do të garantojë integritetin e plot ligjor dhe etik të kësaj faze themelore të reformës së arsimit të lartë.
Në fund, dy fjalë për gjithë prindrit e maturantëve të sotëm dhe të atyre të nesër të Shqipërisë. Sot Shqipëria, falë reformës sonë rrënjësore të arsimit të lartë, dhe për shkak të këtij procesi, që as mund imagjinohet deri pak kohë më parë, është një vend më i mirë për investimin tuaj më të madh. Të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot fati i shkollimit të fëmijëve tuaj nuk varet më nga lidhjet e gjakut apo nga njohjet tuaja. Nuk varet më nga lidhjet tuaja politike, nuk varet më nga fuqia juaj ekonomike. Jo. Fati i shkollimit tyre varet vetëm nga ata, nga aftësitë e tyre të shprehura në rezultate gjatë gjimnazit dhe në maturën shtetërore. Ky nuk është natyrisht fundi i rrugës sonë për zbatimin e reformës historike në arsimin e lartë, por është vetëm fillimi shumë i mbar i kësaj rruge. Faleminderit nxënësve shkëlqyer, që janë sot prova e parë e suksesit të reformës në shërbim të tyre dhe respekt për secilin prej tyre. Mirënjohje prindërve dhe padyshim mësuesve të tyre. Faleminderit prindërve dhe mësuesve të gjithë atyre që sot janë në garë për të nxjerrë maksimumin nga merita e tyre dhe kurajo secilit prej tyre në raundin e dytë. Faleminderit rektorëve, dekanëve, shefëve të departamenteve dhe gjithë atyre që u përfshin në këtë proces kaq strategjik për gjeneratën tjetër, duke garantuar ecurinë pozitive të kësaj faze kyçe të zbatimit të reformës në arsim. Dhe shumë faleminderit Ministres së Arsimit Linda Nikola, që me lidershimin e saj të urtë, por shumë vendosur, në goditje krejt pamerituara që në fakt i bëjnë vetëm nder, po çon përpara një reformë thelbësore për Shqipërinë e gjeneratës tjetër, që në 20 e kusur vite as guxoi ta mendonte dhe jo më ta ndërmerte. Shumë kush që sot flet për qartë kundër saj dhe kundër qeverisë sot. Respekt dhe suksese që të gjithë. Forca me kurajo.